Është ky një tjetër moment i rëndësishëm, miq të dashur, besoj edhe për ju, sepse jemi në këndin e dashur të kuzhinës për t'ju serviruar një supë shumë ngjyrshe, plot kolore, por me gjitha me vlera ushqimore. Një supë me perime, ku do të na duhen sigurisht një sër ingredientësh, të cilët na vinë në ndihmë edhe nga Veksi dhe Teuta. Vaj Altis gjithmonë na vjen në ndihmë për të ofruar një gatim të shijshëm, por dhe me vlera. Por do të na duhet dhe orizi, ju se do të gatuajmë oriz, po do ta përfshijmë në këtë lloj supe. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe, Stella. Shoh koloret, ngjyrat dhe vlerat ushqimore i kemi të gjitha dhe këtë tryezë sot apo jo? Atëre do bëj një supë me perime, kryesisht me perime. Për trashin e lëngut kam zier pak oriz, paraprakisht që mos na marri kohë edhe në zierjen e perimeve të tjera. Selino, brokoli, speci kuq, speci shil, kungull, karot, një kokër domate, goxha domate, pa. Pak lule lakër, si shtam orizin, 4-5 qep njoma dhe krip piper. Ja, ku i kemi dhe knorin ton të famshëm. Knori, 2 nga këto kubikët, unë kam vënë ujin në zierje, mundësisht më ndihmon pak edhe unë po merr me përgatitjet e tjera? 2 pra do t'jedhe. Bona e punë, boj. Po pra se mbeta vetëm duke mësuar. Ti bë në praktik. Atëre? Kurse në tenxherën tjetër? Do procedojmë me perime. Do edhim rreth 2 lugë vaj. Altis, gjithmonë, vaj ullirit i shëndetshëm që na ofron Avex. Jo gjithmonë, se kemi edhe vajin Flora. Po mirë, thash në rastin e vajit të ullirit. Se kemi dhe Florin që e përdorim shpesh për gatimet tona. Qepa është e para në listë. Qepa do pritet rreth gjysmë centimetri i gjatë dhe trashësia e qepës aq sa është, pra. Edhe bishta do ja shfrytëzoj. Bishti është lezeti i mohabetit. Na duhet dhe për kolor, përveç se për shija. Radh parë, kolori është i dyti, po na duhet shija, se po që e bukur edhe nuk shijon. Po, e vërtet, zhvlerë ka pastaj. Sa vlerë ka. Direkt tenxhere. Nuk do presim për të tjerat. Direkt tenxhere dhe gjatë kësaj kohe unë kam me zjarr shumë të ngadalt apo jo? Ngadalt. Dhe mbas çdo do hedhim pak skrip, shumë pak. Dhe piper. Dhe një kaordisje të lehtë. Zjarrin e kemi të lehtë. Që t'na lë kohë për të vazhduar me perimet e tjera. Atëherë, fillojmë me karrota. Ndryshe nga herët e tjera që i presin diagonal, karrota pasa prerje tjetër. Së gatim kinez. Se stil kinez. Këto do pritin në kubik. Atëherë, edhe karrotën në kubikate. Do të thënë presim dhe hedhim. Po. Gjatë gjithë kohës. Okej. Pak piper. Krip? Kripë, mos haro, kemi 2 tabletat knor. I përzje pak? Përzje pak, Stella. Atëherë, lule lakër. Mundohemi ta presim në pjesët. Kjo është një supë e mirëfill perimesh. Dhe të ndihet që është perimja e freskët në supë. Është shumë brokoli. Edhe brokoli. Do t'i hedhim o do presim e tëra? Speci.
normalisht duhet të zinë të gjitha perimet. Pasi kalohen në një skujje të lehtë. Tomatja do në trashi lëngun dhe jep një ngjyrë. Apo që ka një domate me ngjyrë të kuqe. Kokë të domates. Po janë skuqur në fakt goxha, po. Ja erdhën të shef. Bravo gjitha. E të tjerave. Dhe kungullit. Një radha për të Radha. proceduar këtu. Fillojmë speci. Atëre, bëj gati specin e kuq. Një kabardisje. Jap domatën. Domatja e para fundit. Dua brokolin. Të domate do t'japi dhe lëngun e nevojshëm në pastaj. Në momentin që këto do fillojnë të zbuten pak, kemi domatën. Çfarë ngjyre është? Domatën Domatën. Ja. dhe piperin e zi. Edhe pakën skrip, shumë pak krip më duhet. Ja duhet dhe kjo më duket. Po duhet tani? Ashtu. Çfarë do të duhet? E gjitha kjo. E gjitha? Sheqeri, ai speci që është sheqer kaf, kështu që nuk ka shumë ëmbëlsi. Nuk ka ëmbëlsi, po. E uta, na e mundson sheqerin kaf? Ta kam thënë, është si katalizator. Duhet. Neve na duhet të hedhim dhe Kungulli? lëngun. Lëngun. Si thash, Aty. atëherë lëngun e kemi gati. Gati. Nga rushtja, Oj nëne. më e madhja e mundshme. Atëherë, Do ta lëm të zjej? për rreth gjysmore. E kërkojmë gjysmore. Ka nevojë gjysmore zirje, Më pëlqen shumë kjo pamje. Se edhe moriz? edhe morizin. Unë kam këtu 80 gram oriz. 80? 80 gram. Pra, nuk duhet oriz për të mos bërë trashin e supës me miell, me nisë shte, e me gjalp. E mbledh oriz. Përdor oriz paraprakisht të zirë dhe ajo trash lëngun. Besoj tani në Atëherë, momentin e gatshëm. Supa është pothuajse Duket. gati, vetëm kemi kungullin. Kungullin dhe ta provojmë pa për krip, pasi lidhim mardanozin. Mardanozën? Pra kungulli do shumë pak. Mardanozin lutem. Faleminderit Stella. Të lutem, unë me zi po Atëherë- pres, që është kjo fjallë? Trashin e ka dhënë orizi, 80 gram oriz. Sa për ta lidhur Hiç supën, asgjë, hiç asgjë. Pastaj gjithë të Edhe perime që kemi ne nuk ndjehet. Dhe është orizi i famshëm I të të utës. utës, goldi. Kështu që normalisht, ja, ky është, ky. Atëherë, koha për servis. Gati. E ulim zjarin. Që është një nga supat më të shëndetshme besoj. I ka të gjitha. Ka dhe sheqerin, Po, kaf. brown sugar. Prap të utës e kemi edhe atë. Do të thotë që do ta marrësh me Terezi këtë punë. Po të lë ta shihesh. Publiku të vazhdoj gatimin dhe ta bëj. Pro ta kofshë.